Lideri mirë është ai cili fillimisht nuk në vendin ku udhëheq ai. Sepse me vetë faktin lider lind dhe një lider nuk bëhesh, është dhunti e Zotit, është një lider ai i cili nuk ka thjesht nuk e ushqen vetën, sepse ka lider të tillë, të cilët ushqime kanë të aprishin ditën të tjerëve, në këtë rast të punëtorëve të vet apo bashkëpunëtorëve, mos të them punëtorëve. Lideri i mirë është një karakter i mirë. Është një person i tillë i cili thjesht din t'i motivoj. Bravo, bashkëpunon. Punëtorët aty ku është, unë kom pas fatin që të udhëheqi në dy sektorë, ato sportive dhe arsimore, dhe njeri mëson çdo ditë diçka se si të sillet apo si të qasët me njerëz të tillë. Unë sektorin arsimor shumicën ndërmuese i kemi botë femnore, kemi mësuese të reja të cilat duhet i mirëkuptojmë ose kur kanë qenë shtatzon, ose tash kur janë lindje, dhe duhesh kanë njerë thjesht mos t'u anëzish jo jetën, mos të them ashtu, po mos disponimin, mos t'u vështirësosh edhe ditën, sepse ndoshta ne nuk e dim që tërë natën nuk ka mujt me fjet për shkak të fëmijës vetë, dhe nesër në mëngjes nuk është ndoshta 100% e aftë për atë punë. Mjafton edhe ne t'i presim keq edhe filloj gjithçka keq. Tani një javë të shkon mrapsht, një gru me bu me bezdisë dhe me mërzit prap, jo një javë, kushtimisht po të personalisht flas, mundohem të jem jashtëzakonisht i kujdesshëm dhe t'i kuptoj. Okej, kom një pyetje për shtëpisë që nuk është në zarë. A janë më hakmarë se burrat apo gratë? Si trime? Apo është po, pa tjetër. Pas ta i kalon. Natyra e ka bërë që gruaja tjetë. Më hakmarë. E vërtet. Është natyra. Më thonë, gjithmonë bazojmë në natyrë, do më thënë se njerëzit sa do... E që tu menojnë ka daldale, gratë. Gjdo dekatë që kalon, do më thënë, gjdo 10 vjeçarën, për që ka një ndryshim drastik. Para folëse thoi ke që familje tradicionale ka pas prej jugut deri në veri për i quaj Mitrovic, nuk për i quaj veri në Shqipëris, por kur flitet për tradicionale, merren dy gjëra shemboj, ose i prapambetur, sepse tradicionale prapambetur tani, tjetra... Nuk e cilësoj fjallën tradicionale prapambetur. Unë po them, po flasë, përgjithësi, do më thënë, shumica e njerëzve, po themi ata pa shkollë, kur flitet për tradicionale, mendojnë që I dalë prej ashtu. Tjetra është te vetë fakti që është respekti. Tani më i madh, dhe më thënë te gruaja. Unë jam shumë dakord, po si që thash edhe më përpara, do më thënë që gjërat do ishte shumë më mirë në krejt botën, po të bëshim bashkërisht, dhe t'ishte inteligjenca aq